Ky profesion është i trashëguar në familjen tonë prej 6 brejthash. Për të realizuar një qeleshe, na nevojiten 2 peta të tilla. Sot ka rastisë që kemi në dorë material me ngjyrë të zezë, por procesi është po i njëjti, si me të bardhën ashtu edhe me të zezën. I gjithë procesi punës realizohet me ujë të ngrohtë edhe me sapun. Unë kam rreth 17-18 vjet. Nuk di ta them eksaktësisht, e kam nis i vogël. E vështirë ka qenë fillim edhe është akoma e vështirë. Zanati ishte në familje. Edhe ishte gjyshi që insistoi të ma mësonte. Gradualisht me kalimin e kohës, proces pas procesi, derisa ja doli që ma mësonte.